Moderatorja e njohur Chiara Tito është një emër mjaft i dashur për publikun shqiptar. Ajo nisi një romancë me Luiz Ellin brenda shtëpisë së famshme dhe u kurorzuar në martesë në natën finale, ku Luizi u shpall fitues. Dhe që pas asaj dite ata nuk janë ndarë bashkë, dhe fruti i dashurisë së tyre është vajza e cila erdhi në jetë pasi çifti filloi të jetonte bashkë. Pak para nisjes së sezonit të ri televiziv, Chiara Tito ka vendosur të shfaqet me një pamje të re dhe mjaft tërheqëse. Ajo ndau me ndjekësit një moment të veçantë, duke zbuluar se ka ndryshuar ngjyrën e flokëve dhe është bërë më bjonde. Gjithmonë e fiksuar pas nuancave më të çelta, është sezoni i flokëve me ngjyrë karamele, është shprehur Chiara duke shoqëruar postimin me një buzëqeshje të ëmbël dhe stilin e saj karakteristik. Ndjekësit kanë reaguar menjëherë duke komplimentuar ndryshimin e Chiara Titos. Na duhet t'i themi se Chiara është mjaft aktive me fansat e saj, duke i mbajtur të përditësuar me zhvillimet e saj si nga jeta personale, por edhe nga ajo profesionale. Nga ana tjetër, Luiz Elli ka qenë mjaft i angazhuar me projektet e tij muzikore, dhe së fundmi ai po punon për një film, të paktën kështu ka deklaruar.